Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jozi bën veprimin e papritur në nder të Shpat Kasapit. Në koncertin e dieshëm në një klub të njohur, Joz Marku solli një moment të ndjer për publikun. Gjatë performancës ai vendosi të këndojë një nga këngët e Shpat Kasapit, Kush të ndau prej meje, i cili ndroi 2 ditë më parë. Gjesti i tij u prit me duartrokitje dhe emocion nga të pranishmit, të cilët e vlerësuan këtë mënyrë të thjeshtë, por domethënëse për të nderuar këngëtarin e ndjer. Performanca krijoi një atmosferë respekti dhe kujtese për Shpat Kasapin, një emër që ka lënë gjurmë në muzikën shqiptare. Ky moment u konsiderua nga publiku si një homazh i bukur dhe i sinqert për artistin që u ndap papritur nga jeta.